besoj që për te i vështirësive dhe për te i problemeve që janë pjesë e përpjekjes tonë përbashkët, ka diçka që nuk mund të harrohet për asnjë pushim, duke shpëtuar jetë, duke shëruar njerëz të smur dhe duke kryer një shërbim jetik për shoqërinë dhe për vendin. Natyrisht që e mira nuk bën lajm, e keqja bën lajm. Ky është rregull kudo, jo vetëm këtu. Natyrisht që rreth 60.000 operacionet e suksesshme që bën shërbimi ynë shëndetësor në vit dhe plus edhe 35.000 ndërhyrjet mikrochirurgjikale që së bashku bëjnë 95.000 ndërhyrje në trupin e njerëzve mesatarisht në vit dhe që janë suksesshme përderisa nuk bëjnë lajm të keq, nuk bëjnë lajm të mirë. Dhe mjafton një operacion i dështuar, mjafton një tragjedi për të u kthyer në të kundërt për gjithë trupën e mjekëve, për gjithë shërbimin ton kombëtar shëndetësor dhe patjetër që kur ndodh pastaj që brenda këtij shërbimi identifikohen individ apo ndërvitari që e njollosin bluzën e bardhë, atëherë sigurisht që kostoja e reputacionit është shumë e lartë dhe pavarësisht se totalisht e pamerituar për të tjerët, janë të gjithë që paguhen. Por në fund të ditës, për gjithë ata që e dinë se çfarë do të thotë të shërbesh në sistemin shëndetësor, për gjithë ata që marrin shërbim, pjesa pozitive është ajo që dominon. Ne përpara se të vinim këtu vizituam onkologjikun, që siç e dini shumë mirë u bëshkas në moment caktuar për t'ulur kokën të gjithë bashku përballë faktesh që nuk nderojnë askënd. Takuam disa pacientë, të cilët ishin shumë të kënaqur me shërbimin dhe që duke që ishin tërësisht të sinqertë në fjalët e tyre. Dhe unë po i thosha drejtores dhe ministrës që opinioni ushqehet me negativitet të madh për shërbimin shëndetësor nga ata dhe prej atyre që fatmirësisht nuk kanë marrë ndonjëherë shërbim në spital. Sepse po të pyesësh ata që kanë marrë shërbim në spital, pjesa dërmuese, jo të gjithë, patjetër, pjesa dërmuese kanë marrë një shërbim që e kujtojnë për mirë, edhe i kujtojnë mjekët për mirë, nuk i kujtojnë për keq.